Gjesti, një nga banorët më të komentuar të Big Brother VIP Albania, ka shkaktuar sërish polemika pas një veprimi provokues ndaj Viserlos. Në një moment tensioni, ai tentoi t'i mbulonte kokën me një thes të zi duke nxitur reagime të forta. Ky nuk është incidenti i tij i parë. Më herët u dënua nga vëllai i madh dhe u çua automatikisht në televotim pas një episodi ku theu vez në kokën e Viserlos dhe Olës. Sjelljet e tij porrisin gjithnjë më shumë tensionin në shtëpi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.